Jemi në pjesën e tretë të fundit të emisionit për sonte. I lutem regjisë grafikun 7, sfidat e qenies në SEPA. Pra, deri tani pam përfitimet, janë të shumta, por krahas përfitimeve kemi dhe sfida. Sfida e parë që më vjen në mendje zonja Bregu është SEPA Instant. Pra, ai mjet që transfertat bankare të bëhen, si thot populli, sa hap e mbyll syt, të menjëhershme. Do ta kemi edhe këtë instrument? Kështu i cilësojnë edhe kolegët e Bankës Italis apo të tjerë homolog, thonë është po aq e shpejt sa përplasja e çepallave të syve. Praktikisht është një projekt i cili po drejtohet gjithashtu nga Banka e Shqipërisë, jo SEPA Instant, po pagesat instant brenda vendit. SEPA Instant është një lloj skeme për pagesat ndërkufitare në euro, që mund të aplikojë secili nga 11 bankat që është aktualisht në SEPA. Pra e ka këtë të drejtë nëse është aftë teknikisht. Përmendëm pak më parë që i bëri shumë të afta nga ana teknologjike. Ishte një ushtrim goxha i mirë për të gjitha bankat pjesëmarrëse që të mund të rriteshin në nivelin teknik. Mësuan goxha bankat e jo vetëm nivelit mësuan, dytë. investuan shumë. Pra praktikisht i sollën sistemet e tyre së brendshmi, së dizenjuari dhe resurset në një nivel të tillë që të mund të transaktonin në këtë lloj standardi. Dhe ajo që ne shohim është që ka një konkurrueshmëri dhe praktikisht 2 prej 3 ose 2-3 banka të mëdha në vend, që janë kryesisht me pjesë e grupit evropian, të cilat janë shumë afër aplikimit të SEPA Instant. Dhe kjo tregon një maturitet goxha të madh të tregut dhe të aftësisë për ta aplikuar këtë lloj transakcioni. Ju faleminderit që sollet në vëmendje, pra nuk është vetëm SEPA, transfertat e shpejta, të menjëhershme, për të gjitha llojet e transfertave. Dhe faleminderit që sollet kështu pse, sepse ndoshta mund të bëjmë një krahasim. Folëm për sistemin AIPS. Ju e thatë me të drejtë me qindra milion euro qytetarëve tanë, sidomos sipërmarrjes i ka kursyer. Edhe pse pak njihet nga ne. Nga janari i 2022-shit. Mos është e njëjta gjë që po bën tani Banka e Shqipërisë, pra që kemi një sistem, një AIPS të themi në miniatur, të pagesave të menjëhershme? Kjo është qasja? Eksaktësisht. Se na ka ecur një herë me AIPS-n. Është e provuar tashmë që funksionon dhe ajo që po mundohemi të bëjmë është që me suportin dhe me investimin e Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Italisë po aplikohet një sistem totalisht i ri i pagesash të menjëhershme brenda vendit, më tej me rajonin dhe pastaj me Bashkimin Evropian. Nga ndryshon sepse praktikisht jo vetëm që janë të shpejta, po vazhdojnë 24 orë 7. Që do të thotë pavarësisht nëse bankat mbyllen, nuk ka më pritshmëri ose nuk duhet presim që kur të hapen të hënën në mëngjes apo të nesërmen, të shkojnë parat në llogari. Haroje oraret e punës i bie kështu. Nuk është në çdo Mund t'i moment çosh 24 orë për 24 orë në 7, 365 ditë të vitit, ajo duhet vazhdoj. Haroje që ka stuna e të diela. Dhe kjo sigurisht ti kërkesën tënde e realizon me këtë absolutisht. Dhe është provuar në të gjitha ato vende të cilat e kanë të aplikuar një sistem pagesash të menjëhershëm që jep zhvillim ekonomik, sepse qarkullimi i paras është shumë i shpejtë dhe shumë. Ku mund ta kemi këtë? Nëse gjithnjë duam dorën e këtorta, duam të kemi atë ëndrrën të realizuar. Projekti është goxha ambicioz. 4 vjet na zgjati, në 2021 5 vjet SEPA e bët mrekullim. Faleminderit se ishit ju që morët atë gurin e rënd të Sizifit dhe pastaj institucionet e tjera partnere, por kjo apo si japim do të data? Sigurisht që japim, datat i kemi dhënë dhe janë publike, sepse është një projekt i cili është në proces. Le të themi që afati i daljes live i synuar është korriku i këtij viti. Ka shpejt. Është një afat goxha ambicioz. Praktikisht ne mendojmë që me të gjitha shërbimet dhe së bashku me të gjitha bankat ose ofruesit e shërbimeve financiare, fundi i vitit do të na gjejmë me një sistem të tillë dhe të aplikuar deri në nivelin e klientëve dhe të bizneseve. Është një projekt goxha intensiv dhe kompleks, po jo i pamundur. Pagesat sa hape mbyll syt brenda korrikut të këtij viti. Çfarë më dhënd, Mateo, sinqerisht, pra profesor Spau, është pika 2, niveli i ulët i edukimit financiar. Si mund të bëjnë, si mund të ndihmojë edhe SEPA, sepse ju thatë me të drejtë duhet folur për këtë, jo thjesht për SEPA-n, por ndoshta SEPA mund ta ndihmojë që ta rrisim nivelin. Atëherë, meqense janë ato 6 pikat. Po, i lutem regjisë edhe një herë në plan të parë të 6 pikat, ndërkohë që flet profesor Spau. Faleminderit. Për shembull, të kapim pikën 5, po, konkurenca në sektorin bankar. Kujdes, bankat mund të kenë pasur të ardhurat nga transfertat, por
Sasia e transfertave tani do rritet ndjeshëm. Faleminderit regjis. Dhe si pasoj, unë nuk besoj që banka do të kenë humbje komisionesh, sepse nëse unë nga një transfer që bëja do bëj 10 tani, më kupton, nuk ka një humbje reale për sektorin bankar. Për kundrazi, unë besoj që bankat do kenë më shumë raport me njerëzit, me individët, se nëse ti futesh më shumë në bank, do futesh edhe për elementet të tjera. Është një cross-selling tani. Shqitje të gjitha lloje si të futesh në supermarket të aktivitetit. Se do të marrësh ujin, pastaj kujtohesh po marr dhe fantën, po marr dhe këtë, po marr dhe atë. Pra bankave tregtare u zgjerohet klientela në mënyrë të natyrisht që uji kushton më pak, rasti konkret i sepës dhe të transfertave, por je merresh dhe me elementet e tjera. Elementi tjetër ka dhe një ndjesi pozitive. Pra, sidomos me sepa instant, por edhe pagesat e menjëhershme përmes sepës. Ti nuk ndihesh juaj dhe kur je jashtë shtetit. Ndihesh pjesë të njëjtës gjë, se kur ke lekët me vete, dhe jo lekët në xhep, duhet të them kështu si kujdese mos më vjen, por lekët realisht me vete, i ke në celular ose e bën transfertën dhe të vinë aty. Nuk do të thuash bobo, iku ora 4, u mbyllën bankat. Nuk ndihesh juaj pra. Kudo ku të jesh, mund të jesh në Norvegji, mund të jesh në Britani të Madhe dhe kemi shumë shqiptarë në Britani të Madhe. Mund të jesh në Itali, kështu me radhë, ti je si në shtëpinë tënde. Pra, në këtë sens ndihesh, pra, mund të jesh në pikën më të largët të këtij vendi të bashkimit. Jam jashtë shtetit, po kush e di, po kur mbyllen, pra, ka një lloj komoditeti, edhe psikologjik dhe mendor, jo të vogël. Që Banka Qendrore jona do na e sillin në korrik, do filloj mundësisht në korrik. Shiko, që tani është shumë më mirë sepse është brenda ditës, më kupton? Jo më korriku që pastaj është mjafton të kesh karikuar celularin dhe mbaron punë. Financiarisht quhesh qytetari i Europës. Saktësisht, kjo është. Që je qytetari i Europës ose sikur ti je në Shqipëri. Pra, nuk ka asnjë diferencë. Tani, kjo është e para. E dyta pastaj vim tek edukimi financiar. Po, i lutem edhe një herë regjis grafikun 7. Teknologjia dhe përparimi bëhet se më shpejt nga ç'po mësohet truri njerëzor. Dhe kjo është një vërtet e madhe. Nëse vëm pastaj rastin e Shqipërisë, ku ne nuk kemi marrë shumë informacione për ekonominë, atëherë këtu fillojnë problemet të tjera. Pse fillojnë problemet të tjera? Tani nuk, me të gjithë respektin për bankën e Shqipërisë, sa mund të bëj banka e Shqipërisë në këtë gjë? Jo, nuk mund të, edhe i vetëm trim në luftë, jo nuk mund të bëj. Apelojët për bankët e nivelit të dytë. Edhe ato mund të bëjnë ndonjë lloj reklame, po deri aty jemi. Ashtu. Tani edukimi financiar është një gjë serioze, është një gjë tjetër. Që do të thotë, shpeshherë shqiptarët dhe kur kanë lek, çfarë bëjnë shtëpi? Po pastaj brën shtëpinë e plazhit, po pastaj një dyqan, po pastaj nuk e di. Pra, ngelet situata. Pra, çështja e edukimit financiar është jo vetëm që të bën që ti të kuptosh çfarë mund të bësh me paratë tua, po të kuptosh edhe se si mund të risësh ato në 101.000 mënyra, jo në 2-3 mënyra thjesht. Pra, dhe në këtë sens, edukimi financiar, më falë Vatos, fillon që në Kopësht. Pra, në Itali, në Reggio Emilia, qytet ku kam pas të jetoj për 14, kam pas fatin të jetoj për 14 vjetë, fëmijëve ju japeshin para falco dhe një buxhet mujor ku ata dhe një javë bëj një gjas me treg, ku ata vendosnin çfarë të shesin dhe çfarë të blin. Po flasim për persona 4-5 vjeç. Ndërkohë që kultura jonë është mbaj lekët larg nga fëmia ose fëmin larg nga leku është gjë e keqe, mos ashtu, prit mos të merret fëmijët me këtë gjë, mos të dinë muhabetet e llogarive. Natyrisht që duhet i dinë, natyrisht që duhet të merren, pra, por edhe me atë idenë se sa vlen paraja dhe sa është e vështirë që ta arrish ta bësh atë para. Pra, dhe është edhe respekti kulturës së punës dhe të kursimit dhe të përdorimit të para. E kemi domosdoshme. Pra, më fal. Të lutem. Ka një gjë këtu. Këtu duhet futur ekonomia dhe parimet e ekonomisë që në shkollën fillore. Tani, Ministria e Arsimit e di që ka një punë, por duhet të merret seriozisht me këtë gjë. Ne kemi unë nuk jam kundër asnjë lënde, por kemi aq të fort fizikën, kiminë, çdo gjë me radhë, ndërkohë që nuk më rezulton. Po njohurit financiare. Nuk më rezulton të kemi ndonjë sistem industrial të avancuar në kimia apo në fizikë, apo jo. Ndërkohë që për çfarë po i bëjmë këtë lëndë? Nuk jam kundër, më kuptoj. Po, se janë njohurit përgjithshëm. Por unë di që një vend i pasur apo i varfër të jetë, komunist, fashist, demokratik, çfarë të duash ti, ka nevojë për ekonomi. Gjithmonë. Atëherë ideja është, a duam ta kuptojmë këtë gjë apo do bëjmë sikur jetojmë me violinë? Dihet për ekonominë dhe dihet financiare në pas. Atëherë, si pasojë,
është e domosdoshme që jo vetëm të kemi lënë, po të merr dhe seriozisht me mësues të specializuar në këtë gjë, jo çak ngelet si lënë po e marr unë, ndërkohë që mundet dijet jenë minimale, jo më pastaj në shkollë të mesme që dijet duhet jenë shumë më të veçanta, më të specifikuara. Sepse ta them si pedagog universitar, të kesh student 19 vjeç, 20 vjeç që të vinë parë ose dytë, dhe kur ti thua çfarë është inflacioni se për redimin e brendshëm bruto rinë me gojën hapur ku qarkullojnë mizat më fal për shpën. Është pa faqe. Kjo nuk është më e mundur në 2026-ën, jo më në vitet që presin. Jo më pastaj të flasim për sepa. Më kupton, pra duhet të them duhet të ecim shumë më shpejt dhe shumë më fort në këtë drejtim. Zonja Bregu e përmendën dhe juve me të drejtë që në hapjet të emisionit duhet të thellohemi për edukimin financiar. Institucionet që ju përfaqësoni, çfarë po bën për këtë edukim financiar, për rritjen e dijeve të përdorimit të lekut, të mjeteve mundësive financiare? Profesor Spau tha që në nivel të kopshtit duhen përfshirë. Kuptohet që nuk është detyra juaj e drejt për drejt, si që është e Ministrisë Arsimit. Po megjithatë, ju keni ende shumë për të bërë në dorë dhe jam i bindur që po bëni. Keni disa programe për përfshirjen financiare të popullatës në ardhmë parë, por edhe për edukimin financiar. Profesori e përmendi me drejtë edhe ju gjithashtu që praktikisht një regulator është disi më larg, kështu që nuk mund të bëj shumë çka. Pavarësisht kësaj, në fushën e edukimit financiar, Banka Qendrore ka luajtur një rol koordinues dhe goxha, le të themi, drejtues, pasi ka miratuar një strategji kombëtare të edukimit financiar, ku janë shumë palë pjesë të saj, përfshirë këtu shoqatën e bankave, antarësimet të institucioneve financiare jo banka, ministrit, cilat janë të lidhura drejt për drejt me edukimin financiar, apo shoqata dhe entitete, agjensi që merren me mosha të reja ose më pak të, le të themi, të zhvilluar, dhe praktikisht është një strategji që i vë në një, le të themi, në një drejtim dhe në një themel të gjitha institucione në një matricë për të parë kush bën çfarë dhe kush është më afër shtresave më të nevojshme për të rritur atë indeksin e ulët të edukimit financiar. Absolutisht që ka zhvillime të tjera në treg, pra ky lloj tregu me një nivel kaq të ulët të edukimit financiar, i cili sigurisht nuk na ndihmon, por praktikisht ka hapësirë për tu zhvilluar, ka gjetur gjithashtu edhe ka krijuar, le të themi, ka nxitur zhvillimin e disa lloje entiteteve të cilat merren me edukimin. Pra mund të shihni në treg që ka, le të themi, iniciativa shumë interesante, madje të njerëzve shumë të rinj, të cilët tentojnë të bëjnë aplikacione për fëmijët dhe prindrit në mënyrën e tillë për t'i mësuar se si të fitojnë para, qofshin këto virtuale apo jo, apo për të kuptuar se si mund të menaxhojnë ato pak para me buxhetin. Pra është shumë e rëndësishme ajo që përmendën parafolësit dhe ju, që fillon që në vegjëli, që pastaj kur të jenë në moshën e pensionit kanë mjaftueshëm një uri për ta menaxhuar dhe për të rritur pasurinë. Dhe padyshim që është një rol i vazhdueshëm. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra nuk mbaron me miratimin e një strategjie, një dokumenti i cili nëse nuk vihet në jetë apo se nuk zbatohet dhe mirëmbahet vazhdimisht, gjasat janë që mund të mos rritet ky nivel i edukimit financiar, por vetëm të qëndrojë. Zhvillimet e fundit kryesisht kanë të bëjnë edhe me institucione të tjera të cilat të japin mundësinë falë edhe teknologjisë që të shohësh sjelljen ose më saktë mënyrën se si financiarisht, praktikisht sillet një individ apo biznes. Dhe kjo prap ka të bëjë me përfshirjen financiare. Pra nëse nuk je i përfshirë dhe nuk ke një sjellje nëpërmjet llogarisë bankare, është e vështirë që të kuptosh se ku harxhohen më tepër, nëse i harxhon që në ditën e 10 të muajit apo i mban disi më tepër, pra të jep një lloj vizibiliteti, teknologjia dhe aksesi në mënyrë të tillë që ajo pjesa e shitjes që i japin bankat mund të jetë edhe më e përshtatur për profilin e secilit përdorues. Në këtë mënyrë ka edhe qasje më të madhe për produktet financiare, por sigurisht që vjen me një nivel edukimi financiar më të lartë. Dhe nga ana tjetër është siguria. Pra pjesa e edukimit financiar është shumë e rëndësishme. Pikën 6 rreziqet e sigurisë. Duhet jemi koshient që në një, le të themi, në një shoqëri ku humbja e të dhënave apo cënimi të dhënave ka ndodhur, pra është një risk i cili është materializuar, sigurisht që kjo e ul dhe gryen besimin e individëve dhe bizneseve dhe i rikthen në bazë ose më saktë e prish të gjitha të lloj besimit krijuar, duke ndikuar në faktin që u duket keshi shumë i sigurt apo i prekshëm se sa digjitali. Por studimet tregojnë që keshi është shumë i kushtueshëm për ekonominë, pra folën për radhët e pritjes apo për orët. Studimet tregojnë që keshi i kushton vendit ton rreth 1.6% e produktit brendshëm bruto. Pra nëse do zhvendosnim
përdorimin e paras fizike apo qëndresën në për sportele automatikisht nga aplikacioni do i kursenim ekonomisë ose do i Bit 300 milion euro, sepse po bëj llogaritë ndërkohë që thonë 1.6% të prodhimit kombëtar. Nuk na ndihmon dhe praktikisht duhet këto para të investojmë në edukim financiar, pse jo? Ka një gjë tjetër, sepse tani, shikom, ndonjëherë bëhet një lojë me dy pasqyra, çfarë dua të them. Është akuzuar Shqipëria, pjesërisht me të drejtë, që është një vend ku reciklohet paraja nga jashtë shtetit, bën transport e kështu me radhë. Pra, unë besoj se me uljen e kostove për transferteve, do të rritet ndjeshëm ato që janë transfertat e lishme me kanale bankare. Dhe SEVA është një, le them kështu, një platformë ku të gjitha vendet mundet të shikojnë. Vendi, vjen rasti Britania e Madhe, vjen rasti Franca, Italia, për çfarë çojnë shqiptarë në Shqipëri, natyrisht edhe institucionet shqiptare. Pra, është një ndihmë edhe për agjencinë e... Pra, ideja është që... është një libër i hapur, transparent. Jo, kemi parë dhe artikuj se në Shqipëri, okej, line, parate pista, parate kështu, pra... Tani, ideja është ja ku i keni transfertat, nëse keni seriozisht dhe nuk e kemi thjesht për të sharë njëri tjetrin, hajde nxirini dhe hetoni. Nëse keni seriozisht. Kjo, dhe për institucionet shqiptare dhe për institucionet e huaja. Banko prove, transparencës së vendit. Sepse unë besoj, sepse që ndjeshëm do të ulet, dhe them kështu, niveli i informalitet dhe në transportin e paras. Dhe ka një pjesë të mirë të transportit paras, që nuk, le të themi kështu, bëhet në mënyrë klasike ose në mënyrë jo bankare, edhe nëse nuk vjen nga një origjinë informale, droge ose transfiqesh ose gjëra, po sepse bëhet si njëre një kohë. Janë të mësuar, është tradita... Kultura bankare në Shqipëri, flasim hapur, është një kulturë që ende sot nuk është e rënjosur, po të shikojmë... Sot kemi bashki që nuk ka një bank, një sportel bankar. Ti, po të shkosh në Delvin sot, nuk ke një sportel bankar, në Fusharës është hapur një bank. Dhe ka vënde të ndryshme, në Leskovik nuk ke banka. Pra, duhet, po të bica... Jo, e drejtë, sepse janë zona që pak mbulojnë nga banka tregtare. Imagino çfarë ndodh në ato që kanë qenë fshatra dhe janë fshatra ende sot. Pra, çfarë duhet të them, është normale që ata janë mësuar të fusin lekun në xhep ose kudo ku ka një hapësirë dhe ta kalojnë dhe me avion edhe me tragete që me çfarë do lloji qoftë. Pra, vi vjen natyrshëm, jo se duan të fshehin diçka. Pra, në këtë sens, dua të them do jetë shumë e thjesht për ta që të futen në sistemin financiar. Ta mësojnë, të dinë. Sepse kushton më pak dhe gjithë e dinë. Pra, edhe elementi tjetër, të gjitha institucionet do kenë mundësinë të shikojnë a është para që vjen, pra, është e arsyetueshme dhe mundet të justifikohet përse kalon, apo është një para që vjen realisht nga një pjesë informale ose kriminale dhe gjitha elementet e tjera. Pra, është një mënyrë dhe një model e cila ndihmon të ndahet, më falni për shprehjen, shapin nga sheqeri, pra të gjithë elementin që do vazhdoj dekriminalizon me të drejtë ekonominë nga elementi që do futet në një transfert reale. Pra, është një element shumë i mirë dhe nëse dim ta përdorim dhe të kuptojmë të dhënat që si përpasojnë na dalin në mënyrë inteligjente, do të kemi mundësi që të studiojmë ne si kërkues nga pikpamja akademike shumë më thjesht. Por edhe institucionet që merren me informalitetin të vendeve të origjinës së paras dhe natyrisht të vendeve të institucioneve pritse këtu, të shikojnë dhe origjinën e paras edhe sasinë edhe gjitha elementet e tjera. Pra, për mendimin tim, ky është një lajm pozitiv edhe në këtë sens. Natyrisht, themi dhe një gjë tjetër. Lutem. Duhet të sa më shumë përparon, aq më shumë rriten sfidat, aq më shumë kërkohet të rritet cilësia e punës, aq më shumë kërkohet që të jemi më të vëmendshëm, më profesional. Por tani kemi vendosur të futemi në BE, kemi vendosur të bëhemi një ndër vendet më të pasura të botës, e kemi vendosur që në 90-ën këtë gjë, jo tani. Është ëndra jonë. Në fillim ishin dëshirat, pastaj të shikojmë deri ku kemi arritur. Po, duhet të them që ca rezultate edhe na kanë dalë. Okej? Jo, okej, na kanë dalë mirë. Edhe na kanë dalë. Sidomos kjo e korrikut më pëlqen shumë kjo e pagesave të menjëhershme. Kjo është një tull nga ato. Por duhet të them që është e paevitueshme, rriten përgjegjësitë, por nga ana tjetër
fatmirësisht rritën përgjegjësit. Zënia Bregu, në gjykimin tuaj, ju keni publikuar si Banka e Shqipërisë një studim ku keni thënë që në vitin e parë, sipas projeksioneve tona, përfitimi real, kursimi real i qytetarëve dhe sipërmarrësve tanë do të jetë në nivelin deri në 20 milion euro. Në këto 5 muaj të parë me për llogaritet e para shumë, ju kërkojmë ndjes shumë, le të themi, empirike, duket që edhe mund të kalojë kjo shifër. Pra, nëse flasim të ishim sot 6 tetori i 2026-ës, do të thonim fitimi do të jetë akoma dhe më i lartë se ky parashikimi juaj. Jemi në 4 minutat e fundit të emisionit, zonja Bregu. Gjykoni që ky fitim, kursim i qytetarëve tanë, edhe me përfshirjen më të madhe, me numrin më të madh të llogarive bankare të hapura, që edhe e folëm dhe ju e përmendët, do të jetë akoma dhe më i ndjeshëm për qytetarët tanë? Ai që përmendët është një studim realisht shumë empirik dhe i para aplikimit në SEPA, kështu që ishte shumë, le të themi, me kursim kur është bërë, duke marrë në konsiderat vetëm disa kanale dhe pa pasur ende dijenin se çdo të nënkuptonte në tavane reale se sa do të ishte reduktimi. Ajo që na rezulton dhe ka dhe studime tjera, të cilat janë bërë nga partner ndërkombëtar, Banka Botërore dhe një forum gjerman praktikisht, të cilat referojnë me përllogaritje që janë shumë të larta për vitin e parë të aplikimit, pra rreth 70 milion ose 100 milion në vitin e parë. Inshallah, kërkojnë ndjes se ju ndërpreja tonë, deri në 6 tetor të 2026-ës, 100 milion nuk është gjë e pakët për qytetarët tanë, për ekonominë tonë. Përderisa është bërë me një sistem i cili ishte së brendshmi, kur volumet për tregun e brendshëm janë shumë më të vogla se sa ato për ndërkufitarët, qoftë import, eksport, remitanca apo turizmi, imagjinoni tani se çfarë mund të jetë pritshmëria për SEPA. Dhe kjo është vetëm kur llogarit me volumet e momentit kur bëhet studimi. Pra, pa marrë në konsiderat gjitha këto efektet që përmendi dhe profesori, që mund të rrisi konkurreshmërinë, mund të rrisi zhvendosjen nga kanalet informale në formale, mund të rrisi sigurisht investimet, apo mund të ketë ndikim në qëndrueshmërinë financiare dhe perceptimin se si Shqipëria mund të shihet nga vende të tjera dhe hapja me bizneset e Bashkimit Evropian. Pra, sigurisht mund të ketë një efekt të ortekut të dëborës, i cili sa vjen e rritet dhe nuk mund të marrë përveç se për mirë. Kështu pritshmëritë janë, ne flasim me rezerva për të mos krijuar pritshmëri më të mëdha, por praktikisht projeksionet sigurisht janë më shumë se sa 20 milion. Ne në 8 vjeçare, si atëherë i thoshin 8 vjeçare dhe jo 9 vjeçare, zonja Bregu, i thoshim progresion geometrik, se më kujtua shpreha juaj shumë e gjetur e ortekut të dëborës. Pra, realisht përfitimet e qytetarëve dhe ekonomisë tonë do të jenë me herë më të larta se sa edhe në to 5 muajt e parë. Kjo është ideja? Kjo është ideja dhe paralelisht po punohet për shumë mjetet të tjera të pranueshmërisë. Profesori përmendi zona rurale apo të, le të themi, të goxha të diferencuar, të cilat nuk kanë një bankë fizike, por në kushtet aktuale kur shumë edhe hapja llogarive bëhet në format elektronik, ndoshta nuk mund të kesh nevojë realisht për të pasur një bankë në Leskovik. Është një mundësi që po ju jepet pavarësisht se nuk ka elementin fizik. Kjo është pozitive. Nga ana tjetër ke nevojë që të kesh një pranueshmëri të këtyre instrumenteve. Pra nuk bën sens që të kesh para në një kartë apo në një aplikacion digital ku nuk mund t'i pranoj dikush atje. Dhe mos kesh dyqanin ku që ta pranoj. Dyqan që ta pranoj. Dhe pikërisht kjo që po bëjmë aktualisht dhe shpresojmë në korrik, po themi fundi vitit për s'ka që fundi vitit që t'jemi më brenda. Është një gur kilometrik tjetër për t'i dhënë mundësinë që të gjitha bizneseve të vogla dhe pagesave të vogla të mund të jenë të pranueshme në çdo moment nisur nga celulari, si tregtar edhe individ. Dhe kjo jep mundësinë që të jetë një alternativë konkurruese shumë e madhe për kartat, të cilat aktualisht dominohen nga partnerët ndërkombëtar të përtej oqeanit, pra jo të Bashkimit Evropian, ka një varësi të madhe prej tyre dhe ajo që është më e rëndësishme janë shumë të shtrenjta. Ne po mundohemi të japim një alternativë të lirë, që të gjitha këto pagesat të cilat bëhen në kanale jo formale apo jo digjitale, edhe pse nuk janë të papastra praktikisht, edhe pse janë të pastra, ndjes praktikisht do futen në këto kanale digjitale dhe ekonomia sigurisht do ketë formalitet më të madh. Profesor Spau, 2 minutat e fundit, 20 sekonda për juve nëse më lejoni dhe me qenë se ju jeni miki e emisionit, por zonjë Bregu, për shkak të angazhimit sajt kuptohet e kemi më radhë në emision, do jap 80 sekonda, por Mateo, me shumë sinqeritet, do më dhënë, duke SEPA një ëndër e largët dhe ja që e kemi. Shikom, efekti mund të jetë minimalisht 0,2% të prodhimit të brendshëm bruto, shtes, ose më pak shpenzim.
kujdes, të t'jap dy... Të lutem, pak shkurt se Po të është shikoni, 40 sekondë që jot. rritjen ekonomike për 100 vjet, midis Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, diferenca ka qenë 0.8% në vit. Por në 100 vjet, njëra ngeli Meksikë, tjetra u bë Amerikë. Tani, është një gjë e vogël kjo sepa, po e kuptoni se çfarë do të thotë në një kohë fatmesme dhe afatgjatë? Është 0.2, pa i 0.2-shi është para e madhe dhe është kursim çdo vit. Zonja Bregu, 8 sekondat e fundit për juve, përmendët deri në fund të këtij viti pagesat e menjëhershme. Fituam me qindra milion euro, ju e thatë që në fillim të emisionit përmes sistemit që vendosi juve, Banka Qendrore, Banka e Shqipërisë, më 24 janar të 2022-shit. Dhe ai u replikua, se ajo ishte euro brenda nesh, brenda kufive të vendit tonë. U replikua me 40 shtete të tjera, dhe po replikohet. 5 muajt do mbushim shumë shpejt. Në muajt e ardhshëm, mund ta kemi atë ëndrrën tjetër të bukur, pra të asaj që ju e thatë me të drejtë, 24 orë në 24, çdo qytetari jon, biznesi vogël, qytetari thjesht, kudo ku tjetë në Bashkimin Evropian, të ndihet qytetari i Europës, por edhe njëkohësisht të shërbehet pa u friksuar o bobo më iku orari 4:30 kur mbyllet banka. Absolutisht që po, është një angazhim i marrë zyrtarisht dhe formalisht nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet nënshkrimit të një letre interesi në prezencë të guvernatorëve të bankave të rajonit dhe guvernatorit Bankës Italisë, kështu që është detyrë, nuk është thjesht një ëndër që duhet arritur. Ne po punojmë fuqimisht që të jetë sa më e realizueshme dhe në mënyrë sa më eficiente praktikisht dhe presim që të gjitha këto efektet që ne i përmendim vazhdimisht nëpër studio të tilla të materializohen. Zonja Bregu, profesor Spavi, faleminderit që ishim me ne sot në Ekopuls. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.